Kerrin e kemi marrë nga Amerika, është e vitit 1923. Prizreni mirëpriti edicionin e radhës të Oldtimer Fest 2025, një ngjarje që e ktheu qytetin historik në epiqendrën e adhuruesve të veturave klasike. E organizuar nga Oldtimer Club Prizren në bashkëpunim me FIVA-n dhe pjesë e kalendarit ndërkombëtar të aktiviteteve për vetura historike. Festa shënoi 20 vjet përkushtim në ruajtjen e promovimin e kulturës teknike të automjeteve të vjetra në Kosovë dhe rajon. Kazmë Sylaj nga Deçani, antar i grupit Oldtimer Deçani. Kerrin e kemi marrë nga Amerika, është e vitit 1923. Gjithçka pjesë pajisjet tina janë origjinale të prodhuesit atëhershëm. E marrim për qejf, për dëshirë. Modeli është Ford, i tipit T, një model i vjetër. Na kemi edhe një tjetër, kemi 1929-s. Ky është 6 vite, domethënë më i vjetër që i bën, jo më i ri, po më i vjetër. Jemi të apasionuar pas tyne. Për ata. Shpresoj me bollën e një tjetër, ndoshta një vit edhe më të vjetër. Hala më të vjetër. Ngjarja mblodhi koleksionistë dhe entuziastë nga vende të ndryshme, me vetura të lloj-llojshme që e bën atmosferën e veçantë. Valon Emra tashmë është pjesëmarrës i përhershëm në Oldtimer Fest. Këtu për momentin jemi para Marmunit, viti prodhimit 1929. Kjo makinë është që 7 vite në Kosovë. Pjesëmarrjen e bojmë çdo vit këtu. Prizreni është një organizim fenomenal. Lëvizje popullsisë ka shikueshmëri të madhe. Edhe koha shumë e bukur. Na vim prej Gjakovës, prej Oldtimer Club Gjakova. Oldtimer Fest është një shembull i mirë i organizimit kulturor dhe teknologjik në Prizren. Me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe status të konfirmuar si event zyrtar i FIVA-s, festivali po ndërtohet si një markë e qëndrueshme në këtë fushë. Unë i qumë të Zonë Qavleshi, prej fshatit, prej komunës Dragashit. Ky është gjyp Amerikan, i adhe prej Amerikës, CE7, është para Wranglerit, Renegate. A na të regon, po shumë interesemi po fëmijët, sa vjen knatësi për ty? Po knatësi është e madhe se ky, qa u punu ki dy durët e mija. Çdo sedi që u bo, gjithë punimi u bo në dy durët e mija. Edhe pamjen thash, si kush e vlerëson pamjen që e she, si gjypin, si makina tjera, u dësh. Ky është prej Amerikës, ka pas motorin 4.2 benzins, e ku mjek, e ku vu motorin Mercedes 223. Tash e ka dizel 5 pistona. Viti prodhimit 1975. Në para Wranglerit. Prodhuesi jo ka qenë, ky i fundit, i ka darë Wrangleri. Ky Renegate, gjyp Renegate domethënë. Përveç veturave, festa solli edhe njerëz, koleksionistë dhe dashamir nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Hungaria, Slovenia, Italia dhe më gjerë, duke e kthyer këtë edicion në një ngjarje të vërtet ndërkombëtare. Mirëdita të gjithëve, mirëdita Prizrenit. Ne vim nga Tetova, ne jemi Retro Klub Tetova, një klub i ri i formuar këtë vit dhe falë Ehat Oreshkës që na ftoi sot në këtë tubim të marrim pjesë edhe ne. Tubimi është shumë i bukur, shumë i organizuar dhe jemi shumë të kënaqur. Okej, a na tregon çfarë tjerë jeni atë poshtë të mbrapa neve? Edhe cili vit është? Ky votyr, unë e kam këtë votyr trashëgimi prej prindit. Këtë votyr prindi jem, i ndjeri e ka blej në vitin 1965. Edhe unë jam 52 vjeçar, 52 vjet ne hesim me këtë votyr. Po, 2014 është i restauruar. Ka qenë regjistruar në atë kohë deri në vitet 84. Në atë kohë ne krejt Jugosllavinë e kemi shititur me këtë votyr. Edhe ne e kemi këtë trashëgimi edhe jemi të lumtur që e kemi këtë votyr. Edhe mendoj se trashëgimia do të vazhdoj. Jam nga Maqedonia, nga Gostivari,
Shefket Ademi, kina erdhë me shoqënie nga Maqedonia, nga Tetova, Ismaili dhe Aruni dhe Selimi. Kjo është Opel Manta, e 70 ditën, Opel Manta A. Dhe kina erdhë si misafir të majmë një turnir në Prizren. Kjo ka qenë gjendje e vjetër, para 20 vitëve e kam marrë këtë makinë, po e kam restartuar vetë, se jam me zanat profesionin e kam autolirës dhe mehanikës. Që tash kjo vlerën e ka ke 15.000 euro. Se si e vjetër e kam marrë, po e kam restartuar në ka dalë edhe mu. Gogja shumë. E gjithë ngjarja u vlerësua edhe nga udhëheqës të organizimeve të tilla. Po sot në Prizren është një ditë e veçantë, jo vetëm sot, po edhe dje dhe parje. Kemi pasë një forum të rinis, risia e edicionit të 20 autometeve historike që çdo vjet na organizojnë në Prizren, është bashkë me FIVA-n kemi organizu një forum rinor që ka pas një sukses jashtëzakonisht të madh dhe interesim, ku kemi trajtu problematikat jo, po kemi trajtu rinin. Fokusi i Oldtimer Festit për 2025 ka qenë rinia. E po, me keni që rinin të eftisori në servis, apo në kalëzëm pse Po, u shto evente? po ne në këtë debat që kemi pas në këtë parkun inovativ, ne diskutuam për rolin e rëndësinë e këtyre automjeteve rinis, sepse rinia duhet të marrë me këto pas neve kush do të na ta shikojë këto automjete. Ne duhet të vetëdijsojmë, po edhe si ta them, ta mundsojmë me pas dashuri për këto automjete, sepse pa dashuri, pa vullnet nuk marrin këto mjetet. Dikush thotë kushton shtret, nuk kushton shtret kur ka vullnet. Edhe aty na kemi trajtuar temën e ruajtjes edhe temën për me qenë aktuale rinia mu marrë me këtë. Unë nuk qa që i sport, po kjo është një aktivitet kulturor. Pastaj te Visare aty kemi organizuar një trajnim praktik për me tregu rinis se automjeti, sistemi automjetit është një njaj, si i vitit 60, si i vitit 2020 ta zonë. Sistemin e frelimit, sepse na në Kosovë kur rrugët më të mira nuk e kemi pas. Kur automjetet më sigurta s'kan qenë, po kur aksidente më të shumta s'kemi pas tash. Tash na në kohëve të fundit kemi themelu edhe federatën, edhe federata u themelu nga 5 klubet që jemi aktiv, do të thonë Deçani, Gjakova, Prizreni, Peja dhe Prishtina edhe Ferizaj. Bëmë e themelu këtë federatën, tash ecim matutjet. Do të thonë qëllimi i federatës është me organizu eventet në qytetet e ndryshme të Kosovës, jo vetëm Prizreni. Duhet Prishtina pak më angazhuar, duhet Mitrovica, duhet Gjilani, duhet Vitia, duhet Ferizaj. Na dëshirojmë këtë aktivitet ta zgjanojmë në këtë Kosovën. Po, një thoj tradite dhe pastaj me bërë një kalendar të aktiviteteve, edhe ju adhurus, edhe ju mediat, edhe të gjithë e din kalendarin kur bëhet Prishtinë, kur bëhet Prizren, kur bëhet, edhe kjo jep një shenjë edhe FIVA-s që na jemi në rrugë të duhur për organizime. Na me FIVA-n kemi pas diskutimin mbrëm, edhe unë vjen mirë që ata të FIVA-s janë jashtëzakonisht të kënaqur, jo vetëm me organizimin, por për interesimin e të rinjve për automjete. Shumë është me nënësi kjo, se ata po vrejnë këto. Na nuk po vrejmë se kemi shumë rinjë. Mi po të ata, rinjë është zero. Po këtu rinjë është jashtëzakonisht në numër të madh që janë të interesuar dhe na duhet me shfrytëzuar këtë potencial. Nëse shfrytëzojmë na këtë moment mirë, nëse jo atëherë
këto makina që kemi, unë që 14 vjet jam të rujt makinat e mia, nëse nuk ka kush e trashikon, prapë kërë në skap prej nga e nëzura. A Gjahat, a na kallëzën sa vetura sot ditën finale, dhe më thënë ditën e tretë, të Timer Festit jënë punë në Prizren, a cilat janë veturat më të veçanta? Po sot kemi thyë edhe rekordin, kemi pas 100 Do më shpinxen sheshe. 100 automjete kemi pas edhe në ndërkohë kanë ardhur të tjerët. Domethënë edhe në sheshin e Lidhjes tu, edhe në sheshin e Shadërvan kemi pas gati jo po 100 automjete që u numrova unë. Sa u kon numri para 20 vjetër? A kujtën? Po 14. 14. Do më thonë është 10 pishu. Ama është 10 pishu edhe cilësia. Sepse kemi pas atëre do automjete që kanë qenë para atëre oldtimer, mirë po pastaj u ngrit cilësia, automjetet janë të rregulluar, të restauruar, edhe në ndërkohë tu falendru këtyre aktiviteteve shumë njerëz kanë marrë oldtimer nga jashtë. Edhe thash ato automjetet mos qëndrojnë në garazh, qëllimi është me prezantu popullit ton, vizitorëve, se fundja fundit këto automjete nuk janë për çakun të përditshëm. Por tash mu lidh me bisedën tonë, na kemi edhe 2 automobila që kanë vlera të muzeut edhe kanë një biografi të pasur. Për shembull është një automjet i shtetit shqiptar, që unë të deshta me falendru edhe Retron, që na në bashkëpunim me Retron në Shqipërisë, po, ata na mundësun që këtë automjet prodhimit kinez, që në gjuhën shqipe është flamuri kuq, edhe kjo ka qenë në ekspeditën e ish-presidentit ose ish-kryetarit Enver Hoxha. Edhe kjo është tash për momentin në pronësitë e shtetit, edhe Retroja bashkë me drejtorin e transportit rrugor na mundësun që ky automjet të jetë këtu në mesin tonë, edhe ka pas jashtëzakonisht interes të madhe për këtë automjet, ndopse automjeti ka vlerë si ka biografin e pasur. Po një histori të vetën. Po, edhe kjo tash mo nuk konsiderohet automjet, po konsiderohet si trashëgimi kulturo-teknike. Ndërsa ande e kemi Peugeot e Bekim Femiu. Bekim Femiu ka qenë pronari i parë i Peugeot 404 1960, që kemi diskutuar edhe më herët me juve. Edhe është në gjendje jo të mirë, po para të arsyone ashtu si është, e nxora prej garazhës, e pastruar, edhe kjo është një thirrje publike edhe institucioneve shtetërore që të na ndihmojnë ta restaurojmë, edhe nesër pas nesër kur bëhet muzeu i mjeteve teknike apo oldtimerëve të Kosovës, atëherë ky ka me qëndru jo vetëm për një vit, 2 vjet, por ka me qëndru derisa qëndron, domethënë ekziston edhe muzeu. Domethënë këto janë disa pika që na kemi pas fokus. Rinia, automjetet që kanë vlera të trashëgimit kulturor, po edhe me një biografi të pasur. Pastaj na kemi pas edhe plan me nxjerrë automjetin e Chevroletin e ish-presidentit ton Ibrahim Rugova që ka lobu për pavarësinë e Kosovës, po që është në restaurim, edhe nuk kanë mujt ustallar, po them mirë me kry që edhe ajo të jetë këtu, edhe rinia mund njot pak edhe me historikën e tyre në vjetëve.